Përshëndetje të dashur miq, sot do të flasim për horoskopin e javës 7 deri në 13 prill 2025. Çfarë parashikojnë yjet për ju për këtë javë? Le të fillojmë me shenjën e parë, Dashi. Tani do të rikuperoni të gjithë vitalitetin tuaj dhe do të jeni në gjendje të jepni fund situatave që duhet të ndodhin. Tashmë po e ka përceni fazën e konsumimit që ju ka mbajtur në minutin e fundit këtë ditë. Hëna e plot e datës 13 do t'ju siguroj të gjithë shtytjen që ju ka munguar deri tani. Megjithatë, mos u nxitoni, shkoni hap pas hapi, duke i matur shumë mirë përpjekjet tuaja që të mos harxhoni sërish energjitë. Këtë ditë mund të ketë ndryshime në rrethin tuaj të punës, por mos u shqetësoni, sepse nuk do të ndikojnë negativisht tek ju. Kur gjithçka do të kalojë, do të shihni se këto ndryshime kanë shërbyer për të përmirësuar marrëdhëniet personale dhe se atmosfera është më e këndshme se në fazat e mëparshme. Gjithashtu, do të rrisë prestigjin tuaj profesional. Ndoshta është koha e duhur për të kërkuar një rritje rroge ose për të përmbushur oraret e caktuara. Në fushën sentimentale, nëse ndjeheni të zhgënjur me partnerin, jeni në një moment të mirë për të marrë vendimet në këtë fushë. Sido që të jenë, ata do të jenë personat e duhur. Në këtë aspekt do të keni një të ardhme të shkëlqyer. Numri juaj me fat është numri 7. Demi. Demi për këtë javë do t'ju hiqet një peshë nga supet, diçka për të cilën keni qenë të shqetësuar. Do të zgjidhet në mënyrë të favorshme dhe ndjenja e çlirimit do të nxjisë kreativitetin dhe talentin tuaj. Tani jeni në ndikimin e një lidhje shumë pozitive astrale, që do të përforcohet edhe nga hëna e plot me datën 13. Në ambientet familjare ju presin lajme të mira, edhe në ambientin tuaj të punës do të ndodhin disa ndryshime që do të jenë shumë të dobishme për ju. Nëse keni pasur një marrëdhënie të tensionuar me dikë në kompani, ky person mund të largohet tani. Falenderoni universin për këtë brez të mirë dhe përfitoni siç duhet. Sidoqoftë, jeni të kujdesshëm ndaj dikujt që ju ofron një biznes në dukje shumë të favorshëm. Mund të mos jetë kështu, analizoni të gjithë detajet e propozimit. Është një javë e shkëlqyer që ju pret edhe në dashuri. Nëse për momentin jeni vetëm, filloni një fazë në të cilën do të arrini atë që dëshironi. Atraktiviteti juaj do të rritet dhe askush nuk do t'i rezistojë charmit tuaj. Edhe nëse jeni në një lidhje, këtë ditë lidhja juaj do të konsolidohet. Numri juaj me fat do të jetë numri 2. Binjakët. Fuqia juaj të rejse rritet dhe të gjithë do të duan të kalojnë kohë me ju. Do të zbuloni fundjavën e ardhshme, sepse ka të ngjarë që do t'ju çojë në takime me të afërmit dhe me miqt. Në jetën tuaj mbretëron armonia dhe për këtë arsye, këto momente do të jenë të lehta për t'u lidhur me të gjithë dhe veçanërisht në mjedisin familjar. Tregojuni atyre për ato plane të reja që kanë lindur ditët e fundit dhe që ju kanë emocionuar shumë. Kjo është shumë mirë, por përpiquni të jeni objektiv që iluzionet të mos ndryshojnë realitetin. Megjithatë, është një moment i mrekullueshëm për ju dhe jeni të motivuar të punoni më shumë se kurrë, dhe kjo ka gjithmonë një shpërblim. Nga ana tjetër, në fushën sentimentale, me gjithë mirëqenien që zgjerohet rreth jush, diçka nuk shkon dhe ju përfundoni duke u ndier vetëm dhe kur jeni të shoqëruar. Komunikimi juaj në çift është ende i pamjaftueshëm. A nuk e dini se çfarë saktësisht dëshironi, sepse nuk ja keni thënë kurrë partnerit hapur. Bëni një përpjekje dhe jeni të sinqertë me të dashurin tuaj. Do të jetë shumë pozitive. Numri juaj me fat, numri 9. Gaforja. Për këtë javë do të keni një javë pozitive në aspektin e punës. Gëzoni mbrojtje astrale. Në këtë fushë, të gjithashtu, hëna e plotë e datës 13 do të ndikojë pozitivisht në të gjitha projektet tuaja.
Do ta vini re me njëherë sepse një çështje që ju shqetëson prej kohësh do të zgjidhet më në fund. Në fushën financiare, nëse keni shpenzime të paparashikuara, mos u mbi ngarkoni sepse dikush do t'ju nxjerrë nga telashet ose do t'ju ndihmojë të përballeni me këtë problem. Në sferën sentimentale, nëse jeni në një nga gaforet që ka kaluar një dhimbje zemre, jo shumë kohë më parë, do të filloni të shihni sërish dritën pas një periudhe melankolie të madhe. Kjo ju shkaktoi shumë skepticizëm për dashurinë dhe tashmë keni besuar se nuk do të dashuroheni më. Megjithatë, këtë javë në horizontin tuaj do të shfaqet edhe një person që do t'ju rikthejë besimin në dashuri dhe dëshirën për të provuar sërish. Mos pretendoni se preferoni të ruani lirinë tuaj, sepse tani nuk është më kështu. Guxoni të hidhni hapin dhe të filloni këtë përvojë të re. Numri juaj me fat është numri 6. Luani, hëna e plot e datës 13 do të rrisë kapacitetin tuaj intelektual dhe do të jepni performancën maksimale në çdo gjë që do të ndërmerrni. Do të jenë ditë shumë të mira edhe për biznesin. Do të lindin opsione shumë fitimpruese që do t'ju lejojnë të rrisni të ardhurat tuaja dhe të stabilizoni ekonominë. Në dashuri, nga ana tjetër, është një histori tjetër, sepse edhe nëse gjërat po ju shkojnë mjaft mirë, ju keni një qëndrim negativ ndaj çështjeve sentimentale. Do të dëshironit që personi pranë jush t'u sillte në një mënyrë të caktuar, por duket se është e kundërta. Mos harroni se dashuria e vërtet nuk nënkupton ndonjë imponim. Megjithatë, mund të provoni atë që dëshironi, aq shumë përmes dialogut. Është një kohë e mirë për të bindur partnerin për çdo gjë, edhe pse do t'ju duhet të përdorni në maksimum aftësitë tuaja bindëse. Ai përdor dashuri, butësi dhe detaje të jetës së përditshme. Edhe nëse doni t'i shmangni grindjet, mbani mend se mosbesimi është një shoqërues i keq, se duhet ta respektoni dhe t'i jepni lirinë që të gjithë kanë të drejtë ta kenë. Numri juaj me fat është numri 1. Virgjëresha. Në fushën profesionale, ju pret një javë tensioni dhe shumë i konsiderueshëm. Mund të keni probleme me një person në mjedisin tuaj të punës për shkak të një përpjekje për t'ju dëmtuar përpara e prorëve. Do t'ju duhet të pohoni arsyet tuaja. Nëse jeni të përkushtuar ndaj tregtisë ose biznesit, do të kaloni një rënje të vogël ekonomike. Aplikoni përvojën tuaj dhe do të kapërceni së shpejti këtë çast. Do të keni zgjidhje të problemeve të ngjashme me të kaluarën, që do t'ju vlejnë edhe tani. Nga ana tjetër, parat do t'ju vinë në mënyrë të papritur. Këto ditë mund t'ju ndihmojnë gjithashtu. Nga ana tjetër, në sferën sentimentale keni mundësi të reja dashurie, por kjo e mbyll tërësisht rrethin e mëparshëm. Vetëm atëherë mund të filloni një fazë të re. Dielli tani po shkëlqen përsëri për ju. Festojeni atë. Numri juaj me fat do të jetë numri 3. Peshorja. Për ata që janë beqar dhe në punë, mund të bini në dashuri me një person që punon me ju. Mos harroni se puna dhe dashuria nuk është një kombinim i mirë. Megjithatë, ndonjëherë funksionon. Në fakt, mund të jetë një gjë shumë e mirë. Ka mundësi që të keni kaluar një moment krize me ish partnerin dhe për këtë arsye mund të gjeni te ky person diçka që ju mungonte. Në këtë lidhje gjithçka duket perfekte, por nëse mendoni seriozisht, këto ditë shenja juaj ndikohet nga një lidhje astrale që do t'ju jap kthjellësinë e nevojshme për të marrë një vendim të mirë. Ndonjëherë në ndërgjegja, ndonjëherë është shumë e fuqishme. Vlerësoni gjithçka shumë mirë. Këtë javë ëna e plot në konstelacionin tuaj do t'ju jap qartësi mendore për të marrë vendimin e duhur. Numri juaj me fat është numri 0. Akrepi. Këtë ditë mund të merrni një propozim të ri për të udhëtuar për arsye profesionale. Pranojeni sepse do të jetë shumë pozitiv. Mos e humbisni këtë mundësi që ju ofron jeta. Jeni në një moment të mrekullueshëm. Karizma juaj dhe fuqia juaj bindëse rriten fal ndikimit të fuqishëm të hënës së plot.
ju mund të merrni përsipër botën nëse e vendosni mendjen tuaj për të. Kjo do të jetë veçanërisht e dobishme nëse jeni të përkushtuar ndaj ndonjë aktiviteti tregtar që lidhet me shitje ose marrëdhënie me publikun. Askush nuk do të jetë në gjendje t'i rezistojë çarmit tuaj, aq më pak t'ju refuzojë. Qëndroni larg negativitetit në punë dhe gjithçka do të jetë mirë. Në dashuri jeni në një lidhje prej kohësh, mund të humbisni pak emocione dhe të ndini se pasioni është zvogluar, por thjesht keni nevojë për stimuj të ri. Kërkojeni ata brenda marrëdhënies dhe jo diku tjetër. Përpiqeni të rikuperoni atë që ju bashkoi dhe pas një kohe do të jeni mirënjohës sepse do të jeni në gjendje të rikrijoni lidhje shumë solide. Numri juaj me fat është numri 4. Shigjetari. Do ju duhet të përballoheni me një konflikt në vendin e punës. Qëndroni të qetë dhe mos e humbni kontrollin. Mos u mërzisni, sepse kjo është pikërisht ata që ata duan të ndodhë. Siguroni që ata të mos ju shpërqendrojnë dhe të fokusoheni në punën tuaj. Nëse e bëni, ata do të heqin dorë. Ngrini humorin, sepse ju pret një javë fantastike në fushën sentimentale. Nëse jeni duke pritur një person super të veçantë, ai do t'ju bëjë të dashuroheni thellë. Këtë javë do të keni një energji pozitive që do të nxjerrë në pa të gjithë cilësitë tuaja. Ju do të jeni në gjendje të tërhiqni tek ju atë person që bashkon saktësisht gjithçka që kërkoni. Këto ditë duhet t'i kushtoni pak kohë reflektimit. Ju me të vërtet duhet të njihni veten më mirë dhe të rrisni vetvlerësimin tuaj. Bëni gjithçka që është e mundur për të arritur atë. Tani që yjet janë të favorshëm për ju, do t'ju ndihmojnë në të gjitha fushat. Numri juaj me fat është numri 8. Britsjapi. Po hyni në një cikël rritje ekonomike që do të zgjas pak. Parat do të vinë tek ju. Ju vetëm duhet të menaxhoni mirë veten. Keni pasur vështirësi parash dhe kjo ka qenë shkaku i shqetësimeve të shumta dhe se keni qenë shumë të prekshëm ndaj çështjeve të tjera. Shpenzimet tuaja i kalonin të ardhurat tuaja. Megjithatë, ky problemi thjesht do të zgjidhet plotësisht tani. Nëse jeni një nga britsjapët që kërkoni punë, gjatë gjithë javës ka një person të njohur që do t'i jap një kontratë shumë të dobishme për ju. Në fushën sentimentale, hëna e plotë e datës 13 do t'ju bëjë të kuptoni se origjina e problemeve që i atribuoni partnerit qëndron tek vetja juaj. Shmangni me çdo kusht debatin me personin pranë dhe mos i detyroni situatat. Lërini gjithçka të rrjedh në ujërat që të kthehen në kanalin e tyre. Nëse jeni një zemër e lirë, nuk do të duhet shumë kohë që të ndaloni se qeni i lirë dhe personi me të cilët bini në dashuri do të kalojë rrugën tuaj këtë javë. Numri me fat është numri 5. Ujori. Yjet tani do t'ju ndihmojnë të përfundoni atë që keni në dorë. Ju nuk dëshironi të modifikoni asgjë ose të filloni përsëri, sepse nuk do t'ju jap rezultate të mira. Përfundoni atë që keni filluar. Nëse jeni të gati të përfundoni një projekt, bëheni vërtet dhe vetëm kur të jetë plotësisht gati, filloni me gjën tjetër. Nëse jeni një nga ujorët që nuk ndjeni të kënaqur me atë që po bëni në punë dhe mendoni se mund të jepni shumë më tepër, është koha të mendoni për një ndryshim thelbësor në këtë fushë. Ose jeni duke kërkuar një punë të re, ose vendosni të bisedoni me prorin tuaj, me një vendim të marrë. Është koha për t'u zhytur, tashmë e keni menduar mjaft gjatë. Përveç kësaj, këto ditë do t'ju paraqitet një mundësi e mirë që do të jetë e mrekullueshme për rritjen tuaj profesionale dhe do t'ju sjellë shumë gëzim. Dashuria është gjithashtu e pamposhtur, do të ketë një energji të veçantë që do t'ju bëjë të josheni. Mund të jetoni net me pasion të forta. Nëse jeni në një lidhje, komunikimi në çift do të përmirësohet dhe lidhjet tuaja do të konsolidohen. Numri juaj me fat është numri 3. Dhe së fundi peshorja. Aftësia juaj për t'u përqendruar do rritet.
dhe do të jetë më e lehtë për të përvetësuar njohuritë. Do të jenë shumë ditë të përshtatshme për të përkushtuar studimit apo zgjerimit të kulturës suaj në një farë mënyre, sepse do ta keni shumë të lehtë të mësoni. Do të shijoni edhe humor të shkëlqyer dhe kjo ju vjen gjithmonë në ndihmë. Për këtë arsye do të jeni një ndërmjetës i mirë për ata nga të afërmit tuaj që zihen dhe pajtohen. Do të jetë mirë të jepni fund tensioneve në familje. Në një event social, do të takoni dikë me ndikimin që mund t'ju ndihmojë të ngjitni shumë shkallë në profesionin tuaj. Përfitoni nga kjo mundësi, sepse mund t'ju ofrojë shumë përfitime. Nëse planifikoni të dilni me partnerin tuaj në fundjavë, bëheni në grup dhe jo vetëm. Do t'ju përshtatet edhe më shumë dhe do të shmangni grindjet. Nëse jeni ende një zemër e lirë, do të hasni dikë që do t'ju duket shumë interesant. Lërini të shfaqet ashtu siç është dhe nëse ju pëlqen, shkoni për të. Numri juaj me fat është numri 9. Këto pra të dashur miq ishin parashikimet e horoskopit për javën 7 deri në 13 prill 2025. Faleminderit dhe mirupafshim në videot e ardhshme.